Situata në shtëpi tensionohet seriozisht kur debati mes Klodit dhe Labinotit fillon të marrë një kthes shumë të ashpër. Klodi, i irrituar nga komentet e vazhdueshme të Labinotit, afrohet dhe me një ton të ngritur e kërcënon hapur, duke i thënë, vetëm prekëm edhe një herë. Pastaj shiko çfarë do ndodh. Mos mendo se jam nga ata që heshtin. Banorët rreth tyre ngrihen në vend, të habitur nga mënyra se si situata po del jashtë kontrollit. Disa përpiqen t'i qetësojnë, por asnjëri nga dy djemt nuk duket i gatshëm të tërhiqet. Labinoti nuk trembet. Ai afrohet edhe më shumë, pothuajse duke i shkuar Klodit në fytyrë, dhe me një buzëqeshje ironike i përgjigjet, ti si as gjysma e asaj që bën sikur je. Mos u fri më shumë se ç'duhet, se nuk je aq i fortë sa mendon. Kjo deklaratë vetëm e nxit më shumë tensionin. Klodi duket sikur nuk përmbahet dot, ndërsa banorët përreth nisin të ndërhyjnë duke thënë që të dy duhet të ulin zërin para se situata të përshkallëzohet edhe më shumë. Eliona mbyll fytyrën me duar duke mos dashur të shikojë, ndërsa Benita përshpërit se këta të dy po e teprojnë, shtëpia ndizet. Të gjithë e kuptojnë se mes Klodit dhe Labinotit ka një inat të vjetër që sapo ka shpërthyer, dhe asnjëri prej tyre nuk duket i gatshëm të bëjë hap pas. Banorët presin me ankth sekondën e radhës, duke mos ditur nëse debati do shuhet apo do marrë një kthes edhe më të keqe.